kjo që ka ndodh me kombin tonë në përgjithësi dhe me popullin e Kosovës në veçanti është mrekulli, falë përpjekjeve të parreshtura të këtij populli për liri dhe vetdijen dhe kujtesën që pat se kush është, sepse ne kemi pat pushtues ndryshëm. Edhe mas perandorisë osmane kem pat një pushtues aq mizor sa ka qenë perandoria osmane, Serbinë dhe nën shtetin Jugoslav, por ky popull rujti kujtesën historike, e rujti ëndrrën për liri dhe ja arriti. Ja arriti sepse ky popull në kulturën e saj, e tij, në gjenin e tij, e ka paqen, e ka drejtësinë dhe kjo luftë u fitu sepse ata që nisën luftën, qoftë me lëvizjen paqësore, do thotë rezistencën paqësore, qoftë lufta e OÇK-s, e kishin një orientim të drejtë, të qartë për liri. Dhe në një moment caktuar, partnerët, miqt, ndërkombëtarët ju gjendën këtij populli dhe sa i përket intervenimit të NATO-s para 27 vite, ne intervenimin e NATO-s duhet ta fusim thellë në kujtesën historike, ashtu si që kem kujtesën historike për Gjergj Kastriotin Skënderbeun, ashtu si që kem kujtesën historike për komandantin legjendar dhe sakrificën e tij, edhe sulmet e NATO-s ndaj Serbisë dhe intervenimin e NATO-s, duhet ta fusim thellë në kujtesën historike e kombit tonë, të jem falënderues dhe të mos lajthitum apo mos të joshum nga intervenime, investime të momentit, e larg asaj të marrëm edhe një kaje kulturore apo një orientim tjetër që do të kishim pasoja në të ardhmen. Prandaj, ne do të jem çdoherë falënderues NATO-s, ne çdoherë duhet të jem falënderues Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ne duhet t'i plotësojmë dhe t'i kem standardet dhe ligjet dhe demokracinë kompatibile me ato vende të cilat na ndihmon të jem sot të lirë para 27 vjetë.